أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حمد dhe të gjitha falënderimet I takojnë Allahu subhanahu wa ta'ala krijuesit të gjithësisë, salavatet dhe selamet e përzemërta qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri ditën e fundit. Të nderuar vëllezër besimtar, Allah I ka kabul namazin dhe çdo ibadet tjetër që e bëjmë për Allah subhanahu wa ta'ala. Gjë fillon të flas diçka lidhje me besimin islam, se çka është besimi islam dhe se është detyria më e vlefshme që duhet të mësohet dhe se çdo musliman e ka obligim të mëson besimin e tij dhe ta mëson asë çka mund ta nxjerrë nga besimi I tij, çka e prish atë besimin e tij, sepse siç kemi thënë, njeriu kur e mëson namazin, e mëson edhe çka e prish namazin. Kur e mëson abdesin, e prish edhe çka e prish abdesin. E mëson agjërimin, edhe e mëson çka e prish agjërimin. E kështu me radhë, edhe kur ta mësojsh besimin, islamin, do të mësojsh se çka të nxjerr për këtë islamit. E dietar kanë treguar se njeriu mund të dalë prej islamit me ndonjë fjalë, me ndonjë vepër ose me ndonjë besim. Sot inshallah do të vazhdojmë me të njëjtën temë, pra me kapitullin e besimit. Në librat e hershme dietar gjithmonë kanë shkruajtur libra të shkurta, si më thonë, sikur që ka qenë të na, është hënde Ilmi Halli. Ilmi Halli është një libër gati çdo musliman të na shqiptar e ka në shtëpinë e tij. Fjala Ilmul Hal, detyria me një hershme që duhet ta di çdo musliman, kur të jenë në moshën madhore ta ketë mësuar ose ta mëson me një herë. Po nëse deri sot nuk e ke mësuar këtë pjesë detyrisë, është obligim ta mësosh. Se ku thot pejgamberi alayhis salam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, kërkimi I detyrisë është obligim për çdo musliman, jo detyria të bësh hoxhë dietar I madh. Nuk kanë kjo obligim. Kjo është obligim I mjaftoshëm, një pjesë e muslimanëve bojnë, ama jo këtë musliman të bën dietar të mëdhenj, se ne musliman na duan mjekë, na duan edhe profesione tjera, nuk është vetëm hoxhallar më bën dietar të mëdhenj. E po, çka ka thonë pejgamberi alayhis salam, kërkimi I detyrisë është obligim për çdo musliman, do të thonë një pjesë e detyrisë islame që e ka obligim ta di çdo musliman, ajo gjendet sidomos në për librat e Ilmi Halli që I thënë, Ilmul Hal, ku flitet për besimin në Allahun, besimin në pejgamberët, pejgamberin alayhis salam, apo 6 kushte të imanit, të cilët janë 6 kushte të besimit, 5 shtyllat e islamit. Apo kush ju kujtohet, kush e din përpara na mësojshin 33 shartet e muslimanit. 33 shartet e muslimanit, 6 imanit, 5 të islamit, 4 të abdesit, 3 të guslit, 3 të tejemumit e 12 namazit. Këto 33 janë. E çeto janë të përditshme, ha? Sidomos për shembull abdesi, namazi, besimi duhet të jetë prezant non stop, jo një herë mot me besu. Besimi duhet të jetë prezant non stop, I padishimt, I palëkundër. Namazi, pastaj haxhi ka kohën e vet, një herë në jetë, e ki obligim nëse I plotson kushtet. Ramazani është një herë në vit, nëse I jap me agjëru. Zekati, nëse ki e pasuri një herë në vit e jep, e kështu me radhë. Pra këto na I mësojshmi 33 shartet e muslimanit. Ilmi Halli normal I përmban këto ne. I përfshin këto 33 farzat e islamit. Po ashtu edhe është mirë muslimanit të dijë gjunohat. Gjunohat e syrit, gjunohat e veshit, gjunohat e gjuhës, të dorës, të kamës, të barkut, të trupit, të organeve gjinitale, kështu me radhë. Edhe me di se çka është gjuna, çka muj me bën gjuna me këtë dorën time. Sigur ai sahabi radhiyallahu anhu kur thot gjithë njerëzit e pyetën pejgamberin alayhis salam për çka është mirë me bën, çka është vlera e kësaj na me bën, aty për punë të mia, thot unë e pishna vetëm për senet e këqija. Pse kur më thanë, pse ti pyet vetëm për senet e këqija, thot, pa I cili nuk e din të keqen mund me ranta. Pas ti nëse nuk e mëson të keqen, mund me ranta.
Nuk mësohet vetëm e mira, po më mësohet çka është e keqja për më rujt prej të keqes. E për këtë është mirë më mësu, apo obligim duhet me di çka është gjuna hisirit. Se ja dikush i bën tani jetën ka bën një vepër me dorën e tij, a nuk e ka ditë se është haram. Apo ka fol ndonjë fjalë, nuk e ka ditë se është haram. E duhet me mësu çka janë gjunat e gjuhës, çka janë gjuna i veshit, gjuna i sinit, gjuna i dorës, i kamës, i barkut, i trupit komplet, edhe i organeve gjinitale. Këto duhet të dije çdo musliman, e kjo përfshihet pra te kjo te ilmi halli duhet të jetë, pra kapitulli ku mësohet për gjunat e gjymtyrave. Pra kapitulli i besimit, ku flet në ilmi hall për kapitullin e besimit, do të thotë njohuritë e domosdoshme të besimit. Se nuk do me thonë në ilmi hall apo këto librat e shkurta, apo na tash ku të flasim për çështjet e besimit, nuk do me thonë se gjitha çështjet e besimit i përfshin. Por çka ka këto? Njohuritë e domosdoshme të besimit. Allahun, si njohim në Allah, ne njohim nëpërmjet cilësive të tij, emrave të tij, e njohim Allah subhanahu wa taala, sepse realitetin e qenjes së Allahut nuk e njeh askush përveç Allahut, nuk e din askush, as me lajket as pejgamberët. E qenjen e Allahut, realitetin e qenjes së Allahut nuk e din askush përveç Allahut. E si e njohim në Allahun, e njohim nëpërmjet cilësive të tij dhe emrave të tij. Pra njohuritë e domosdoshme të besimit do të nënkupton ato gjëra që një person me përgjithësi nuk duhet të jetë i paditur për to. Pra nuk guxon një musliman që i thot vetes musliman dhe që është besimtar, nuk guxon të jetë i paditur ndaj këtyre gjërave apo njohurive të domosdoshme të besimit. Sepse kur është pyetur pejgamberi alayhi salam, cila është puna më e mirë, ai tha afdalul a'mali imanun billahi wa rasulihi. Vepra më e mirë është besimi në Allah dhe në të dërguarin e Allahut. Dhe thamë gjë se dituria vlerësohet në bazë për atë çka flet, për çka flitet. Për shembull në fik flitet për çka, për pastërtinë, për namazin e kështu me radhë. Në tefsir çka flitet, për shembull flitet për komentimin e Kuranit, shkaqet e zbritjes të ajete, ku ka zbrit kjo ajet, ku ka zbrit ai ajet. Hadith flitet për shkencën e hadithit, klasifikimi i haditheve, cili është i vërtetë, cili është saktë, mutawatir e kështu me radhë. Në çështën e akidës, çka flitet për Allah, edhe për pejgamberin alayhis salam. Dhe për çështjet të cilat janë çështjet besimit, baza e besimit, e për këtë dietar dituria më e vlefshme dhe më e mirë është dituria e ku flitet për akide apo për besimin në Allah subhanahu wa ta'ala. Dhe bazat e besimit islam, baza e besimit islam është besimi në Allah dhe në të dërguarin e tij, e cila gjendet në dy dëshmit. Edhe gjithë thamë se baza e këtij dinit, e besimit islam është besimi në Allah dhe të dërguarin e Allahut. E ku gjendet kjo? Kjo gjendet te dëshmia, te ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe dëshmoj se Muhamedi është i dërguari i tij. Pra baza e besimit islam atë të shahadeti që i thojnë atë dy dëshmit. Pse i thojnë atë dy dëshmit? Dëshmia e parë, ashhadu an la ilaha illa Allah, dhe dita wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Në gjuhën arabe thonë shahadatan. Në shqip pra na i thojnë shahadeti. Shahadeti do të thotë dy dëshmit. Pse dy dëshmit? Se dëshmojmë na, me këtë dëshmojmë se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut, dhe dëshmojmë se Muhamedi është i dërguari i Allahut. E për këtë dietar kanë thënë fjala ashhadu është më mirë të përdoret kur dikush don me pranu islamin. Pse? Se kjo fjala ashhadu i brenda saj ka tri kuptime. Ashhadu me përkthim tonë kuptimin e saj do të thonë e di, besoj edhe deklaroj. Pra e di se nuk ka zot tjetër që meriton me të adhurohet me të drejtë përveç Allahut. Besoj se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut, edhe deklaroj se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut. Fjala ashhadu i ka çdo kuptime. Pra besoj, e di, besoj dhe deklaroj. E di se nuk ka zot tjetër përveç Allahut, e besoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe e deklaroj me gjuhën time se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut.
Pra ku thush ashhadu an la ilaha illa Allah, dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut. E ç'kjo dëshmoj? Apo në arabisht ashhadu i përfshin ato të rrihet. E di, besoj dhe deklaroj. Pra di, pra kam njohuriun, e di, e kam mësu, e kam dëgju, e kam lexu, a di se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut. E besoj me zemër se nuk ka zot tjetër përveç Allahut. E deklaroj me gjuhën time se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut. Pastaj wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, po ashtu dëshmoj, pra e di, e besoj dhe e deklaroj se Muhamedi është i dërguari i Allahut. E për këtë dietarët e preferojnë këtë ta përdorë dikush fjalën ashhadu kur të hyjë në Islam, se në Islam mund me hinë me la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Apo la khaliqa illa Allah, nuk ka krijues tjetër përveç Allahut, wa anna Muhammadar Rasulullah. Se për mi në Islam, ose duhet me thonë këtë dëshmijen, ose kuptimin e kësaj dëshmijes. E në Islam nuk hijet me astaghfirullah, namaz nuk hijet me shko pastroni e ban në guslin edhe hinë në Islam, jo. Në Islam nuk hijet me shko me abdes, në Islam nuk hijet me hajde fale namazin, në Islam nuk hijet me hajde agjëre Ramazanin, që tash edhe u kriju bone për neje. Në Islam hijet, qelëci i Islamit me hinë në Islam është la ilaha illa Allah Muhammedun Rasulullah. Pra me këtë hijet në Islam, duke dëshmu se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahun, dhe të dëshmu se Muhamedi është i dërguari i Allahut, e pastaj që njeri bëhet musliman. Pastaj vijnë tjerët, abdesi, namazi, Ramazani, se këto janë pas besimit, pra pas dëshmijës. Pra shqiptimi i ditë dëshmive apo kuptimi i tij është kush për të hyrë në Islam. Nëse të vjen që tash na vjen dikur në xhami, në jo musliman, dhe thot hoxha du me pranu Islamin, apo ho haxhi, apo ho filan du me pranu Islamin. Nuk ban mi thonë, a di çka, shirbe hoxhan pushim, e kthejt një javën tjetër apo prit një javë. Qëtër një javë hajde. Nuk ban kjo as pak. Se ti pe lën atë njeri me nejt halon kufër. Prit tash rreth një javë në kufër, ku të vjen hoxha, ti duhesh mi thonë, a beson se nuk ka zot tjetër përveç Allahut? A di më shpjegoj pak bazat e besimit, jo më thon veç thuj la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, as nuk e di. Në më thon, më tregu, a duhesh të besojsh në Islam, për me qenë besimtar duhesh të besojsh se është një Zot, krijuesi Allahu pa fillim dhe pa mbarim. Ai cilësot me cilësitë e tij të përkrijera, të cilët cilësi nuk i përngjajnë krijesave. Mos i më thon la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah me besu se Zoti është një trup. Mësoj la ilaha illa Allah Muhammed Rasulullah me besu Allahin krije se Isa është i biri i Zotit. Ko çka tha la ilaha illa Allah, nëse në zemrën hala nuk e ka larguar se Isa alayhis salam nuk është i biri i Zotit, është pejgamberi i Allahut. A duhet të largohej pe zemrën. Për shembull, nëse ato besu diçka duhet të largohet për atë besimit kot të devijuar. E i tregon për shembull Isa alayhis salam është pejgamberi i Allahut, Allah nuk është i lindur dhe se ka lindur askën. Allah është i plotfuqishëm, din gjithçka. Allah xhaleshaj ka kriju këtë gjithësi. Kjo gjithësi tregon për ekzistencën e Allahut. Allah nuk ju përngjan krijesave, se Allah është krijues, nuk është krijes. Ja shpjegon që tonë, edhe i tregon se Muhamedi alayhis salam është vula gjithë pejgamberëve, ka qenë para tij ka pas pejgamber tjerë, të cilët kanë qenë të njëjtës fe. Isa alayhis salam, Musa, Ibrahimi, Ademi, Nuhi, gjithë kanë qenë njëjtën fe Islam. Sigur Muhamedi alayhis salam, edhe me këtë i thua, e pranon këtë po. Thuaj pra la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. E thot, hin në Islam edhe bo musliman. E pastaj ku të vjen hoxha, nëse ti nuk di më mësu më shumë, atë ku të vjen hoxha merr dorë, jam mëson për shembull abdesin, pastërtia, namazin, sidomos namazi është i përditshëm edhe abdesi. Tash jam mësu në fillestar më mësu haxhin, haxhi ka dhe 3 muaj, më shumë se 3 muaj. A namazi është tash i përditshëm, se namazi. Abdesi është i përditshëm, se abdesin. Kështu kanë thonë dietat rabbaniyun, kush janë Allah xhaleshan që thotë në Kur'an, adi bahuni rabbaniyun, adi prej dietar rabbaniyun. Kush janë këto rabbaniyun? Thotë janë dietarët, mësuesët të cilët ja mësojnë xhamatin apo njerëzve diturinë e vogël para diturisë të madhe. Ja mëson diturinë e vogël, do të thotë që ka nevojë të domosdoshmën para asaj diturisë të madhe.
Tash vendi fillestar për shembull, unë për veti duhet me njoh xhamatin tim, ku janë xhamati jam, sa din, sa nuk din, ku janë me abdesin, ku janë me namazin, ku janë me leximin e Kuranit. E tash nëse e di se xhamati janë me abdesin, halas janë bash 100%, me namazin halas se din bash mirë, leximin e Kuranit halas nuk e kanë bash mirë, unë që të duhet më mësu. Jo më thajtë xhamat bën Sahih al-Bukhari dhe për lexojnë Sahih al-Bukhari. Hajde për lexojmë Sahih al-Muslim. Hajde morna lexojna Riyadus Salihin. Hajde morna lexojna se di son libër. O zotri, pa xhamat jot namaz sa të ditë me fal. Se unë si hoç, nëse di se ke xhamat jam, nuk di për shembull një prej xhamat jam nuk di me mor abdes, nuk di me fal namazin, apo atë e fal namazin gabim, e dhoni i mshelis ti se kishte nuk vesho, kam me dhon llogarin ditën e gjykimit të Allahut. Do të më dhon llogari, kam përgjegjësi për këtë xhamat. Si i punësun për shenë këtë gjami, i imam, po edhe nëse si imam, i kësoj gjami, edhe shef dikan të e falë namazin, e shef gabim të e falë namazin, duhesh ta këshillojsh. Pejgamberi Allah xhaleshan thot, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, ju jeni ummeti më i zgjedhur, më i miri, pse urdhëroni të mirë dhe ndaloni nga e keqja. E kur e shef dikan të e bën namazin gabim, mësoja. Apo abdesin të mor gabim, mësoja. Pra hoxha, mësuesi, duhet xhamatin e vet, nxënësit e vet, ti din se çfarë niveli janë e çka duhet më ju dhon. Jo me himi ju kallzu për shembull Sahih Bukhari, apo më ju kallzu astronominë, apo më ju kallzu histori, gjeografi, mësoj Allah mirë namazin xhamatit tan. Ngoja çdo xhamati që ke, ngoja el-Fatiha se lexon se në këtë dërkohë lexojnë dikush el-Fatiha, nuk e din. E namazi fal me çka? Me Kur'an. E nëse el-Fatiha dhe surën që lexon namaz nuk e din mirë, do të thonë një shtill të namazit nuk e ke në rregull. E kur nuk e ke në rregull një shtill të namazit, edhe namazi nuk është në rregull. Pra, për shembull, 6 farz janë para namazit, apo 6 kushte. Pastërtia, me pas të eshit e pastërta, vendin ku falesh më kon i pastër, trupin e pastër, pastaj mbulimi i avretit, duhet me ditë të burrët e gratë, çka duhet me mbulu gratë, çka duhet me mbulu burrët. Pastaj kthimi ka kibla, drejtim të kiblës. Me ditë ka kibla, jo ka ta merr mendja ti mu fal. Me hi koha e namazit, me ditë kur hi kohët e namazit. Jo po fal, në hajt. Ka dorë se halas ka hi përshin, tash të ne fal akshamin. Se dhe Zoti nuk ta lip që tash akshamin. Pastaj, me bo një jetin, si bon një jetin, çka duhet me bo një jetin, janë 6 kushtet para namazit. Pastaj 6 shtillet mrejta namaz, tekbiri fillestar, si duhet me mor tekbirin. Qëndrimin e kom, si duhet me nejt në kom. Leximi i Kuranit, çka duhet me lexuar namaz Kur'an. El-Fatihan po. Mësoj mirë el-Fatihan. Mas el-Fatiha sa duhet me lexuar diçka, po do një sure. Kul huwallahu ahad. Mësoj mirë kul huwallahu ahad. Po mundosh se po mundosh. Mos u lëvesh me berë çu pa namaz. Po Zoti nuk ma çon poshtë, Zoti nuk ta çon poshtë kur e ban me rregullat e tij. Ama Zoti nuk ta çon poshtë kur e ban me këto rregulla, ama ti vetë çon poshtë. Pastaj rukuja, është prej shtillat namaz, është rukun me bon, si duhet me bon rukun. Sejdë me rast, si duhet me bon sejdën. Ulja e fundit namaz, kushti shtilla e 6 e namazit, ulja namaz. A di si duhet me ul namaz. E çto 12. Po falë po falë, mësoj, nuk janë zor. E tash nëse hoxha nuk ka mëson xhamatit vet këto, nuk ka mëson çështën e besimit, nëse nuk ka mëson abdes në pastërtinë çdo me radh, atëherë vend dikush tjetër ja mëson. E kur të vija tjetri, atëherë ti si hoxh të kushton shumë. Pëse vend dikush do një X sekt, edhe ja mëson, edhe mëson jo më falë shtone, jo më falë ashtone, jo duhesh me besu shtone, ta çaj xhamat jo ti të ban përçarjen në xhamin tonë, çaj xhamat jo ta nisë ti hoxha, kur dilshë përpara thot hoxha nuk ka çashtone. Pëse dikush edhe ka mësuar ndryshe. E na duhet të mësojmë xhamatet tona, nëse i takojmë mëdhajin Hanefi, të mësojmë mëdhajin Hanefi. Jemi Maturidi, dhe Ashari, me mësu besimin e Ahli Sunne wal Jamaa, sipas Imam Ashari dhe Imam Maturidijut. E mëson sipas mëdhajit Hanefi. S'kam nevojë xhamon tam tash mi fol Shafi, Maliki, Hanbeli, se i shkrejt e Hanefi alas atë ditë bashmir, tash ndi folet e Shafi, e Maliki, e Hanbeli. I pranojmë ato, 4 mëdhaje që janë titullata arab të larasin, për mikri.
Shafia, Malikia, Hanbelia, Hanefia, këtë e kanë. Mirë, në bazë argumentet veta. Në Hanefi, që ka thojna, që ka thonë djetarët, Ebu Hanife që ka thonë, që ka thonë Imam Shafio, mendimi jam është i sakt, mund me pas gabim. Mendimi jo të është gabim, mund me qenë i sakt. A di me lani djerë qelë diko, jo me ja bloku me thonë të i gabim dhe u pik, apo unë e mirë 100% dhe u kri. Këto me dhejbet, këto djetarë, me zvejti janë kontë mëshirshëm, janë dash me zvejti, janë respektu me zvejti. Ama kur të vinë dikush i të bëtë Hanefi, ama Hanefi me ignorancë, gjahil, zi për Hanefizmin, aj mos dalë për para. Apo të vinja qëti të thujë, unë jam Shafi, ama s'ka të lidhe me Shafit, as di nuk ka për me dhejf Shafi, mos ta prejft rrugën aj, se të merë në qafë. Apo qëti Maliki, apo qëti Hanbeli. Nuk mbrot me dhejbi jot, shkolla jot, drejtimi jot, besimi jot, nuk mbrot me padituri. Kur gjo nuk mbrot pa me padituri. Shtetin tanë, vendin të namë në mbrojnë me padituri, po e mbrojnë valla se e kam kallashin, po dhe kallashin nuk mba ndorë padituri. E ignoranci i cili e merë, thujnë njëra i popull, kur ignoranci e ka kap lapsin, e budalla, apo i qmendër e ka kap armën. Një për atë popull. Nëse ignoranci e ka murë lapsin, se ka e ta shpes ignorant, ta shkruajnë libra, bojnë postime ndryshme, shka mos ka dojna për islamin, e mjera i popull kur lapsin e kap ignoranti, e armën e kap ahmaki, si me tha, po i qmendëri. Të prishin atë. Atë më shumë prishin se sa që mujnë me ndrysh. Me ndryshin kur gjo. E për këtë, kujdesu për popullin tanë, për vendin tanë, për gjematin tanë, për familjen tanë, Allimumul khajr, thot Imam Ali radiallahu anhu, shpëtën e vetën e juaj dhe familjen e juaj, kur thot Allah në Kur'an, thot Imam Ali, thot mësoja venit mirën familjes juaj. Mësoja fëmijën tanë, mos e le fëmija jotë mësoja në për internet, në për rrugën, në për kamos, vallahi, ta morin qafë. Nëse së në këthen, nëse vend thot babot e gabim e kije. Plus të jo vesh të gabim, po edhe baba jo të ka pas gabim, edhe sërgjish jo, të katragjish jo, të këtë gabim e kanë pas. Sigur tash që për notin anë për Kosovë, në Maqënia, Shqipëri, që kanë ardhë do grupacione, do sekte, treja, ato s'janë qëtash treja, kanë më gati që 30 vjetë. Pa ato ku kanë ardhë para 30 vjetë të në thojshin, e qëshin raport, a gjena për Saudi, në për ditë vejnë të pikoveshin, e qëshin raportin, në Maqënia janë 40 musliman. E kur i ka pas Maqënia 40 musliman. Katuni më i vogël të nai ka më shumë se, jo 40, po më shumë se nashta 100-200 musliman. Pikarët me këtë 40 musliman. Që të tregojnë atje raporti se na po punojnë me davede, pikthejnë njerëz në islam. Në vitin e ardhshëm ja çojnë raportin 80 vjet janë bon, 100, 200. E këta njerëz tash ato i kushtuar shumë muslimanëve tonë në Ballkan, po ju kushton shumë. Dëne po kushton ndoshta edhe me gjak, dëne po kushton ndoshta me pasuri, dëne po kushton ndoshta me individa. Pse? Se ka ardhur disa të cilët duhen me prish rendin në vendet tona. Na nëse nuk mësojna fëmijët tonë, nuk i mësojna rininë tonë, ata e vënë mëson dikush. Kur ta xhoja zbrastinën a di? Ja mëson. Se sa ka sot, na i shohim në për rrugë këto dëshmitar të Jehovës, i shohim në për rrugë këto qjerë që ftojnë për lloj-lloj sekte. Jo në mund të islam, por këto qjerë në mund krishterizmit, në mund jahudizmit thjerrin në për lloj-lloj grupe. Po tash edhe në mund të islamit ka lloj-lloj sekte që thrasin. E ku dali riu në rrugë, me bon mos me ditë, bente njënja dhe devijon dhe shkatërrohet. E për këtë duhet ta mësoj për shembull kapitullin e besimit. Çka duhet di nga besimi i tij? Ta mësoj çka do të thonë la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Çka do të thonë e besoj Allahun, e besoj Muhammedin alayhis salam si pejgamber. Librin tim e kam Kur'anin, pejgamberi im është Muhammedi, Zoti im është Allahu. Muslimanët janë vëllezërit e mi. Këto piqe ku ti bojnë me lajka në varr. Po duhet me jetu me këto. Por me ju përgjigj me laqës në varr, mund kërë dhe në kilit, duhet me pas jetu me këto. Jemi e bon si njën, po letbe ka në hoqë pish, shkuj pëmsoj. Zotë jam është Allah, pejgamberi jam është Muhammedi, libri jam është Kurani, musliman që vëllezërit e mi, kibla ime është Qabja, pi përsëriti hoqë dhe pëmsoj dhe ku të hinë varë ju përgjigjna. Po nuk është në provimi dënjas atë. Kjo do me thonë, të kishe jetu me këto,
të kishe jetu se muslimat janë vëllezër dhe mi, ti kishe llogarit për mes si vëllezër, kishe jetu me ato. Kurani është libri jam, të kishe jetu me Kuranin. Pejgamberi është Muhamedi alayhis salam është pejgamberi jam. Ta kishe njoh pejgamberin alayhis salam dhe ta kishe ndjek rrugën e tij. E du Allahun apo Zoti jam është Allah, ta kishe dashur Allahun, çdo punë ta kishe bën për Allah. E atëherë përgjigjesh në varr. Am në kanë të vesh pimsoj për mesën e 4 pigja, 5 pigja sen edhe nesër pështuva në varr. E për këtë do të pra me mësu kuptimin e dëshmive dhe çka përmbajt të dy dëshmi. Se fjala la ilaha illallah përmban diçka brenda saj. Nuk ka vetëm që kjo, që shohim na la ilaha illallah, nuk ka zot që të përveç Allah dhe u kri. Çka përmban kjo? Edhe e tjetra, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, edhe çka përmban në brendsinë e saj dhe çfarë obligime kemi ndaj këtyre dëshmive. Inshallah ditët e tjera vazhdojnë me kuptimin e dy dëshmive, se dhe çka përmbajnë këto dy dëshmit, çka do me thonë nuk ka zot tjetër përveç Allahun dhe se Muhamedi është i dërguar i Allahut. E lutem Allah subhanahu wa taala të na shtojë detyrinë të veprojmë me atë detyri që e kemi mësuar, të na japë detyri të hajrit dhe të jetë detyri të dobishme për neve, për familjarët tonë dhe për shoqërinë tonë, dhe lutem Allah subhanahu wa taala të na pranon agjërimin tonë, lutjet tona, namazet tona dhe çdo ibadet tjetër që e bëjmë për Allah subhanahu wa taala. Dhe në fund lutem Allahun kur të dalim prej kësaj bote, të dalim duke thënë fjalën e shpëtimit, fjalën la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.